pasurisë publike. Keni bërë një pyetje së cilës nuk arrit do t'i kthej përgjigje kur rrie mendoj, as në imagjinatën më të shfrenuar nuk mund të kisha imagjinu se korrupsioni dhe mosngopja apo kultura për të konsideru vendin si një pronë të vetëm personale, për të shfryzu dhe për të pasuru pas një limit, është gjëja më e pabesueshme. Unë e kam thënë që lufta kundër korrupsionit është një sfidë e përhershme, historike, që varet nga vullneti politik. Sigurisht që ka pas korrupsion në çdo periudhë, por kur shoh se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, mendoj se edhe në ato raste që mund të kenë ndodhur korrupsion në nivele të ndryshme të administratës shtetërore në periudha të mëparshme, ato pas kanë qenë gati njerëz që e kanë bërë, pas kanë qenë krahasim me këto gati njerëz purifiku. E imagjinon që mu në atë kohë në fakt më shqetësonin, sepse njëri nuk e pranon kur t'i shkel ligjin dhe kur t'i përdor karrigën për pasurim personal, për interes personal. Por është e pa imagjinueshme dhe nuk ka asnjë krahasim me çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. Kryesisht ka të bëjë me vullnetin politik. Nëse ekziston një vullnet politik nga lart që të konsideron si një njeri që duhet të largohesh me njëherë nëse ti hyn në shina të papranuara, sigurisht që korrupsioni është shumë më i ulët. Nëse ky vullnet politik nuk ekziston dhe titullarët e institucioneve të ndryshme të ishef si njerëzit e parë që mendojnë kur hapin syt në mjes vetëm për një gjë të tillë, sigurisht që gjithë piramida që vjen pas teje, pastaj mendon të njëjtën gjë dhe ndodh ajo që ka ndodhur me vendin tonë.